Shikues të televizionit të UTA, vazhdojmë të jemi në studion e festës së Kurban Bajramit. Është kënaqësi të gjitha bisedat që po zhvillojmë ne sot dhe besoj se temat që trajtojmë, përveç se janë ngushtë të lidhura padyshim me gjitha le të themi mesazhet që përcjell kjo festë, ndoshta lidhen bukur edhe me përditshmërinë tonë, apo jo jemi? Jemi në studio në këto minuta për të vijuar një bisedë. Unë e falenderoj që na është rikthyer në studio dhe këtë Bajram. I themi njëherë të gëzuar festën e Kurban Bajramit, të sjell sa më shumë të mira për ty, për familjen tënde. Teolog Safet Resulbegu, mirë se na vjen në studio. Faleminderit për ftesë, mirë se u gjet dhe urime Kurban Bajramin gjithë besimtarëve, edhe juve këtu në studio, edhe haxhallarëve ton, inshallah haxh mabruk, si thohet edhe mabrur të pranuar edhe të begatshëm. Gëzuar. Kjo fest, le të themi, përmban në vete shumë segmente, por ne në bisedën tonë më shumë do të ndalemi tek sakrifica e saj. Edhe nëse nisemi vetëm nga fjala, unë e di që edhe në bisedat që kemi pasur më herët, e ke cekur këtë që është mirë të zbërthejmë fjalët, kuptojmë se për çfarë po flasim. Në fakt, fjala sakrificë në Islam çfarë kuptimi ka? Pikë së pare, kena folë edhe për Bajramin e Ramazanit, e kena pak komentu edhe Aidin edhe El Fitr edhe El Adha e kena përmend. El Adha është sakrificë në fakt. Sakrifica në gjuhën arabe përmendet në disa me disa shprehje të ndryshme, si për shembull dhibh, adha, wanhar edhe kurban. Kur flasim për sakrificë, e kena në surën Al-Kawthar të gjithë mirë e dim, apo? Në ajetin e dytë aty përmendet fesalli li rabbike wanhar, ajeti kuranor ku urdhërohet prandaj falu apo drejtoju Zotit tënd edhe bën sakrificë apo flijo apo në fjalë tjera ajo që lidhet për ajet direkt lidhet për këtë ditë sotme, do të thotë ther kurban. Kurbani, El Adha është sakrificë e përgjithshme, edhe kjo ditë thirret dita e sakrificës, apo? Edhe kurbani, pra do të flasim për kurban pak më vonë, ama çështja çka është sakrifica në Islam, në fakt ajo është heqje dore, është humbje, vetë përmbajtje, në cilën mënyrë ai është dhënie e dorëzim edhe humbje me qëllim edhe me vetdije. Dhe me thënë kjo është sakrificë. Me thënë që për shembull ne jemi tulur këtu, nëse unë prej vetëve t'ju çohem dhe të liroj vendin ty, tulesh në vend tem, ajo është sakrificë. Dhe me thënë unë prej vetëve t'ju jam duke vepruar diçka dhe jam duke sakrifiku komoditetin tem për komoditet tuaj. Pra, në Islam kjo është definicioni i sakrificës, dhe me thënë një gjatë të cilën ne me vetdije edhe jena të gatshëm për humbje. Edhe e dim që diçka do të humbim në atë akt cilin jena duke vepruar. Kjo është definicioni i sakrificës në Islam. Po, si lidhet sakrifica, kjo vetdia, devotshmëria ndaj Zotit në këtë rast? Hajde, në këtë rast do të fokusohemi hajde për Kurban Bajram. Nuk do të flasim për kurban si kurse një shtas cila flijohet, sakrifikohet në këtë ditë, sepse besimtarët tonë edhe shikuesit tonë besoj që shumë mirë i dinë të gjitha rritet edhe rregullat, sepse imamet tonë me vite janë duke folë edhe këtu në televizionin e juaj kemi pas rast me ndëgjuar se si dhe tek veprohet. Kurbani është interesant se fjala kurban në gjuhën arabe rrjedh nga folja qarrabe te qarrabu, që do të thotë të afrohesh, të jesh pranë dikuj edhe diçkahet. Kurban është në fakt ajo që sakrifikohet për shkak të afrimit të Zotit. Adeni. Gastën kena folë, gjithmonë duhen mi ditë zanafilën e fjales prej kete karranje. Dhe me thamë kurban vjen prej karrabe të karrabu në gjuhën arabe që do të thotë të afrohesh. Prandaj, tesh dikush ka me thamë se kurban Bajram, par ishte edhe haxhi Bajram. Pa edhe haxhi, çka është haxhi? Kush janë haxhit? Haxhit janë miqt apo ato të cilët i ka ftu Allahu xhalleshanuhu me vizitu shtëpinë e tij, prandaj edhe ata janë ato të cilët janë afër Zotit.
Adeni. Ai dashi të cilin ne e sakrifikojmë sot, është kurban cilin neve na ofron me një akt të vrasht, në fakt. Na afron Zotit, kurse haxhit janë afru Zotit, sepse Zoti vetë i ka thirrë ka ftu në haxh në Mekë. Apo, domethënë Kurban Bajrami është Eid al-Adha në gjuhën arabe, festa kremtimi i sakrificës, ne i thom Kurban Bajram, ne i thom pra festa apo kremtimi cili na afron te Zoti, gazet edhe quhet kurban. Pse këto sprova apo këto sakrifica, le të themi, janë pjesë e rëndësishme e jetës së një besimtari, apo konsiderohen si të tillë? Ne nëse shikojmë në global, komplet jeta jonë është sprovë edhe është sakrificë. Duke fillu prej Ademit a.s. cili ishte i sprovuar me bashkëshorten e tij Havan, kur ka jetu në xhenet dhe ishin të sprovuar me pemën e ndaluar. Ardhja prej xhenetit në tokë është sakrificë. Ardhja prej xhenetit në tokë është sprovë. Ashtu që komplet jeta jonë është mbulumun me sprova edhe me sakrifica. Çka është interesant, si i shpjegon Islami sprovat edhe sakrificat? Në fakt, sa ma tepër që të donë Zoti, aq ma tepër ke sprova. Dikush bie edhe në grac në Sa e ma i përzgjedhur, sprova ish ma e madhe. Okej. Tani, nëse të ndërlidhe me këto fjalët tona të përditshme, ne ndonjëherë, ndoshta në një moment dobësie, sikur kjo që sa më shumë sprovohemi, aq më shumë Zoti na do, ne themi po mirë, nëse më do kaq shumë, pse po më sprovon kaq shumë? Është në Kur'an është një ajet kuranor cili bukur e cekën një moment kur thotë hatta yaqula rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Aq janë sprovu musliman të parë, edhe të profetët që kina mi cek, sa që edhe profeti, si thot, hatta yaqula rasulu, sa që thot, e qetë prej gojës edhe profeti, a.s. Walladhina amanu, edhe ato të cilë besuan me te nasrullah, kur do të vijë ky pështim i Zotit. Por ne nuk duhen e mi harru një gjë. Allahu Xhaleshanu si krijues, ai din nevojat tona më së miri, edhe i din kapacitetet tona. Gastan edhe ish në Kur'an në surën Al-Baqara, ajeti i fundit besoj që shumica besimtarëve e din, kur thotë la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, që Zoti nuk ta vun mbrengën më të madhe, më të rëndë, se sa është kapaciteti shpirtëror i yt. Na mund të mi bëj një krahasim me mësim shkollor për shembull. A dini si, ju i keni derset apo ato që duhet më mësu, dhe kur e keni një test, a kuptoni, asnjë mësues nuk shkon që të më shkruaj në testin e nxënësit diçka që nuk ish mësu me plan program. Por veç sa ajo që duhet mu di. Etesh, atë që dikush e din, e dikush nuk e din, a ish problemi personal, problemi individit. Edhe kemi, dhe me thane, ishte vërtet që dikush nga njëherë ka sprova gjigante. Por, në fund, a i si del për i sprovave, a i nuk ka asifar problemit, a i nuk i ka humb dignitetin edhe krenarin edhe integritetin e vetë për asaj sprove. Kurse keni njerë që mas një fatkeqësie me njëherë a i ishte dëshprumon, është depresion, ka nevojë ekstra për ndihmë, e me radhë. Kjo nuk do të thotë që Zoti gabon, por që ne, si kurse njerëz harrojmë se këtu jena si kurse në sprov, edhe këtu kena ardhur të sakrifikohena që të japim provimin për ajo që vjen mas kësaj jete, është xheneti ose xhenem. Shkojmë pak edhe një herë tek sakrifica. Çfarë nënkupton kur bëjmë atë niyetin ndaj një sakrifice? Na tregoni pak sa mund të arrihet që të dihet edhe pastërtia ndaj këtij niyeti. Hajde kështu, për me fol për sakrificë edhe specifik të flasim për sakrificën e kurbanit që sot jena duke bërë, duhen mu rikthy pak në historinë islame. Sakrifica e kurbanit edhe në të gjithë flasin se daton për Ibrahimit a.s. Jo, në fakt sakrifica e kurbanit ka ekzistuar në kohën e Ademit a.s. Bitet e Ademit e kanë pas të urdhënuar me sakrifiku kurbanin. Prej njënit ish pranu kurbanin, prej dytit nuk ish pranu kurbanin. Gjatë historisë islame, edhe në bazë të disa dietarëve,
profet Israelit, edhe Benu Israel, apo jehudit, po ashtu ka i therë kurbane dhe ka i pru sakrificë, ka i fliju në emrin të Zotit, por që ishte atje një ajet kuranor, hatta yatina bi kurbanin ta'kuluhu an-nar, thohet. Ku Israelitët i thojnë të dërguarve të tyne, nuk të besojmë ty se ishte vërtet ajo çka flet ti, përderisa ti nuk na bjen tu një kurban të cilin ka mi përpi apo mi shkatru zjarri. Çka do të thotë kjo? Në bazë të disa dietarëve islam, në ata kohënat e moshme, kur i shpru sakrifica, kurbani apo çdo gjë, thoshin që zbritte një zjarr i bardhë pa tym, cili e shkatronte dhe e diqte sakrificën dhe ajo ishte shenjë që ai kurban është i pranuar prej Zotit. Gastan edhe këto Benu Izraelitët i thoshin të dërguarve të vet nuk ju besojnë se ishte vërtet ajo çka fliti ju, përderisa nuk na vjen prej qiellit ashtu siç ka ardhur edhe përpara zjarri i cili ka mi përpi këtë sakrificë. Do të thënë gjatë tërë historisë islame kemi sakrificë, por ajo edhe njerëzimit kemi sakrifica, por ajo për çka më shumë ti lidhet kjo sakrifica e sotme është niyeti, sakrifica e Ibrahimit dhe bijt të tij Ismailit alayhis salam. Ishte një tregim, për mendimin tem, një prej tregimeve më të bukur mas surës Al-Yusuf, për Jusufin alayhis salam, është ky një tregim në surën Safat prej ajeti 102 i këtë fillon, disa ajete të shkurtë janë, një tregim fort i shkurt për me domethënie shumë i madh. Çka ndodh? Ibrahimi alayhis salam, domethënë gjatë kompleta kësaj periudhe kena pas sakrifica, edhe tash Ibrahimi alayhis salam vjen edhe thotë inni raitu fil menam yani adbahuka fanzur madha tara. I thot të birit të tij, unë e pash në ëndër se jam duke të fliju ty dhe ti shif çka me vepru të shumë. Qale ja abati fal ma tu'mar. Thot Ismaili përgjigjet babait të tij Ibrahimit alayhis salam, thot vepro ashtu siç është urdhëruar. Por ishte interesant se të komentatorët të Kuranit, sidomos Fakhruddin Ar-Razi dhe Ibn Arabi, shpjegojnë këtë gjë në një mënyrë tjetër. Pse në ëndër Ibrahimit alayhis salam ka ardhur që duhet me fliju birin e vet. E dim që ëndra është njëna prej pjesëve të profecisë. Por Ibrahimi alayhis salam e ka pa në ëndër se duhet me vepru diçka, por ajo që shifet në ëndër po ashtu mundet mu komentu në disa mënyra. Ka vend për t'i thejmë manipulim apo kalkulim. Të kishte ardhur urdhri Ibrahimit alayhis salam drejt për drejt me melekun Xhibrilin, si urdhëra tjera kur e ka rindërtu Qaben e me radhë, i kishte ardhur Xhibrili, i kishte thënë floje fëminëve. Por jo. I ka ardhur me qëllim në ëndër. Pra një me sprovu? Një sprov edhe urtësia hynore. Urtësia hynore sepse Ibrahimi ka mujtë mi komentu, kam pa në ëndër nështë, por sprov edhe për Ismailin, sepse Ismaili se thot felemma belagha ma'ahu sa'ya, kur i vjen kjo urdhër. E dim që Ibrahimi alayhis salam një periudhë gjatë deri në vitet 80-90 nuk ka pas fëmijë dhe ka ba dua që me fitu fëmijë dhe Zoti ja fali fëmijën me Haxherën Ismailin, pastaj me Sarën Ishakun. Çka ndodh? Në ato momente felemma belagha ma'ahu sa'ya, ishin interesant të termine kuranore, kur i komentojmë, është atëherë kur Ismaili ishte i gatshëm mi ndihmu babait vet dhe me qenë biri hajrit, si thomë na. Dhe me thënë, jo kur ka qenë fëmijë, jo kur ka qenë i moshuar, por bashkë në ato momentet të rinis, kur baba dhe djali mas shumë t'i lidhen, kur baba mas shumë t'i fillen ka nevojë dhe jo veç për ndihmë, por ka nevojë edhe që ta mësojë djalin e vet diçka më tepër e më mirë. Bashkë në ato momente Allahu xhallahu shanuhu thot felemma belagha ma'ahu sa'ya, kur e ka arrit këtë moshën e pjekurisë, kur i shlidh baba me bir, edhe në atë moment inni raitu fil manam, unë pash në ëndër se jam duke të fliju. Prandaj edhe gjuha Kuranit bukur e flet. Nuk thot unë pash në ëndër se mish urdhëruar të flijoj.
unë e pash në anër se jam duke të fliju. Edhe, çka ka mujtë edhe Ismaili më përgjigj. Në atë moment edhe Ismaili a.s. ishë mujtë me thënë, bab, je moshuar, ëndrat e tuja, ashtu si që kishim vepruar edhe ne sot, në fakt, apo? Ëndrat e tuja, bab, lenim një janë, apo? Për, ja thot, kale ja e beti falë me tonë. Baba im, vepro ashtu siç urdhërohet. Edhe sepse Ibrahimi nuk thot më është urdhëru. Pra, sprova e madhe. Përse, në atë moment, nuk ishtë qëllim këtu vepra. Nuk ishtë qëllim këtu mekanika. Qëllimi ka qenë sprova, jo vetëm Ibrahimi, por edhe Ismaili. Ato pas këtyne fjalëve, edhe njëni edhe tjetri përkushtohen, nënshtrohen, urdhërit që ka një pa dhe që ka një mujtë që është në fillim mi komentu kështu ose kështu. Nuk ka një pa kalkulive. Nuk i ka njëk asaj. Nuk i ka njëk. Në atë moment, sepse te Zoti nuk ishtë kryesorja mekanika. Ishtë kryesorja qëllimi, ato kanë qenë gatshëm, po në një andrë më fliju. Edhe ky është ai qëllimi i Islam, dhe me thënë, ky është aja sakrificë, dhe me thënë, e donë atë qëllimin, jo mekanikën. Sepse, kur kena veç mekanik në besim, atëherë është besimi absurd. E Ibrahimi a.s. ka qenë i gatshëm edhe Ismaili më fliju mu sakrifiku. Pse nuk e lejon Allahu Gjellëshanuhu? Sepse Allahu Gjellëshanuhu, kur nuk ka kërku prej qenies njerëzore me fliju njeriu, kur në histori njerëzimit, po, ka i ndodh në idhujtari, në satanizëm, në kena këto gjana, flimi i njerëzve, i fëmijëve, e më radhë. Por se, në besimet monoteist, në Islam, në besimin Islam, kur në histori Allahu Gjellëshanuhu nuk ka kërku direkt flijohet qenie njerëzore, dhe kur nuk e ka leju këtë. Sinceriteti i një sakrifice apo dhe një veprimi, pse është, le të themi, kaq shumë i rëndësishëm në Islam? E jo kjo mekanizmi apo veprimi i jashtëm. Atë që kena fol edhe në fillim, dhe me thënë Islami na mëson që të jena të gatshëm të humbim ndonjëherë me qëllim. Për çfarë qëllimit? Për qëllim për shkak të diçkahit më të mirë, më të bukur, më të madhe. Çka ishte ajo? Dashuria e Zotit, afërsia e Zotit, kënaqësia e Zotit. A dini, si mi spjegu, për shembull, ta marrim sadakan, lëmoshën. Ishte ajeti kuranor ku të definohet çka është dhe si jepet lëmosha në atë mënyrë metaforike dhe në atë mënyrë shpirtërore. Thot len tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk do të arrini kur atë nivelin e bamirësisë, devotshmërisë, nga dhënjimit shpirtëror në besim përderin sa nuk e jepni atë çka më së shumti e doni. Ibrahimi a.s. ka qenë nga i gatshëm me napat që më së shumë t'i doni. Si është kjo? I kena të gjitha, alhamdulillah, kena tesha, vesh mbathjet bukura, i kena urmare dollapet plot me tesha, edhe çka bam, kur i pastrojmë, aha, këtë nuk e vesh i ma, këtë s'du mi vesh, këtë pa e napi dikuj fukaras me ana. Ajo është sadaka. Sadaka shpirtërore ma e lartë për të cilën flet Allahu Gjellëshanu në këtë ajet kuranore është adini cila, kur shko me ble për vedi, aha, kjo më pëlqehet mu, du mi ble për vedi, par du mi ble edhe një, edhe du me ja fal dikuj që s'ka. Të njëjtë të ngjatë, dhe me thanë, atë që më së shumë t'je dom. Edhe definon Kurani, adin, mas shkoni të jepni për sadak diçka që as vet nuk e kishit marë me sytë mërë. Shumë e bukur. E në shpesh herë, veç që i hekim i pasron shpja, këtë ja, kja më duhet, bëre sevap. Edhe pa bam sevap. Ja, sevap, niveli maj madh i sevapit i sadakas në Islam, ky birri që e përmen Allahu. Ish vetë njeti? Ish njeti, dhe me thanë, edhe gatshmëria. Dhe jo rastësia. Gatshmëria, dhe me thanë, ti je i gatshëm, e se ke ble për vedi një palpus 100 eurosh, je i gatshëm me ble edhe një palpus 100 eurosh, edhe me thanë, peja, e di që nuk e urdhno, se edhe unë i kam një kështu. Kjo është ai birri që e përmend Allahu, edhe kjo është ajo sakrificë në fakt është gatshmëria që me dal nga boksi, nga komoditeti jon,
Dhe jo çdo herë që kur veprojmë që ato të pricet me alan diku edhe fukaras, ato të pricet ka një se kanë. Kjo është qëllimi, kjo është ajo devotshmëria dhe niyeti. Këtë nijet e ka pas edhe Ibrahimi a.s. Këtë nijet e ka pas edhe Ismaili a.s. Këtë nijet duhet na mi pas edhe na sot, gjatë thërjes së kurbanit. Këtë nijet duhet na mi pas na në jetën e përditshme, që nga një herë ata dëshirat tona të përditshme, me radhë të gjitha që kena që Milan nga një herë duhet Milan pas ane, me sakrifiku komoditetin e vetë, për të mirën e dikuj tjetër, ajo e mira e dikuj tjetër është asgjë tjetër përveç se kënaqësia e Zotit. Ajo është ajo të cilën çdo besimtar e don, kënaqësinë e Zotit pikë së pari dhe pastaj mundena me fol edhe për xhenet edhe për xhenem, për nëse nuk ka kënaqësi të Zotit, të thotë pejgamberi alayhis salam se ai vetë ka me hyrë në xhenet nga mëshira. Sepse Zoti ka qenë i kënaqur me te, jo nga veprat tona të cilat kemi vepruar. E përmend me lëmoshën. Shkojmë pak tek kurbani, si mbushemi ne shpirtërisht kur therim kurban, si mund ta Ishte interesant kur flasim, domethënë ndoshta dikush kur në një gjë edhe thotë ish therja e bagtisë, me radhë. Në fakt, ky është një akt i vrasht, një akt i ashpër. Por që veç ashpërsia edhe vrashtësia nga një herë mundet me na zbut zemrën. Nga stan edhe nga një herë preferohet, por nuk do të hymë në thellësina sepse kushtet sot nuk i lejojnë në gjitha vendet, në gjitha qytetet, që familja me qenë prezente kur theret kurbani. Me qenë prezente gjithë familja gjatë atij aktit vrasht edhe atë rritit të pa shpirt, se në fakt jena duke myt një qenie që ka kriju Zoti Xheleshanu, ato shtazet kanë shpirt, por jo të sofistikuar sikurse qenia njerëzore. Na jena duke marrë shpirtin, por ai momenti mundet veç se me na zbut zemrat. Nëse jemi besimtarë. Ramazani, çka ish? Ramazani është sakrifica, një muj ditë kena sakrifiku ushqimin e gjitha. A dini? Pse? Me zbut zemrën, pse? Veç zemra cila ka sakrifiku diçka, mundet me qenë but, mundet me pas empati, mundet me qenë kënaqur edhe veç për zemrës së but mundet me dal duaja edhe pendimi i sinqert. Edhe Milan anash për shembull, gjitha këto, edhe Kur'anin, edhe hadithin, edhe dietarët islam. Ne në gjuhën shqipe i kena disa shprehje njësej për sakrificë ku thot zemra madhe sakrifikon. Nuk mundet me sakrifiku zemra e vogël. E gastën këtu përsëri, për sakrificë kthehen atë niyeti. Domethënë nëse ne sot sakrifikojmë kurbanin për shkak të traditës vendet, për shkak se kojshia duhet me pas se na therim kurban, për shkak se na duhet mishi, për shkak se nuk dim, atëherë na prej asaj kena veç mish, ata kena veç gjak. Asgjë tjetër. Domethënë nuk ka, sepse tek Allahu nuk arrin, apo tek Zoti nuk arrin as mishi, as gjaku. Luhumuha wala dimauha. As mishi, as gjaku nuk arrin te Zoti. As i kurbanit, as i lëmoshës tonë. Çka arrin? Takua. Ai niyeti, ai qëllimi, ai caku. Ne kemi nevojë për atë. Ne kemi nevojë për atë. Se ky akt i vrasht duhet me na zbut zemrën, duhet me na përkujtu se dikush atje në histori të njerëzimit ka qenë i gatshëm me sakrifiku birin e vet, edhe biri ka qenë i gatshëm me sakrifiku jetën e vet për Zotin. Edhe na duhet në komplet në jetën tonë të përditshme të fokusohen, edhe me thanë sot, fokusohen e kurbani është sakrifica cila duhet me na zbut zemrën. Edhe akti vrasht, po, përveç siç thash, nga akti vrasht, nga njëherë zbutja e zemrës edhe empatia mundet me dalë veç mas sprovave, mas mundimeve, mas sakrificës, mas Ramazanit, mas thërjes së kurbanit, mas mundjes e me radhë. Çfarë simbolizon bërja kurbanit në aspektin historik? Kjo ishte ajo shpirtërorja, besoj më shumë. Unë ma tepër gjithmonë në aspektin historik, dhe me thënë, kurbani e ka atë këtë, si thamet shpirtëror, zbutja e zemrës,
afërsia qarrabe të qarrabu kurbanun, afërsia që të afrohen me një rit fetar, me një akt fetar ma së shumti te Zoti, edhe ka atë momentin social, cili shpërndarja e kurbanit. Shpërndarja e mishit të kurbanit, do të thënë në 3 pjesë apo komplet kurbani, ai që ka mundësi më së miri të ishte mish shpërndar edhe në tërësi. Do të thënë kjo është do të thënë gjithmonë çdo aspekt fetar, çdo aspekt shpirtëror në Islam e ka edhe atë momentin social. Ky momenti socialisht që me ndihmu njëri tjetrin. Pse bash kurbani, pse bash shtaza? Gjatë historisë e dim që ai që ka pas bakti ka qenë i pasur. Të kesh bakti, do të thënë të kesh ekzistencë. Çka do të thotë? Shembull, ato të cilët kanë shit kurbane para Kurban Bayramit. I kanë shit, kanë marrë të holla, dhe kanë siguruar vetë ekzistencë. Në rregull. Parë, kur zgjedhet kurbani, ai që ka kurban në shtëpi, ai duhet mi zgjedh kurbanin më të mirë. Aty është prova dhe sakrifica. Jo atë më të dobtin, por duhet mi sakrifiku më të mirë. Tesh, dikush duhet mi sakrifiku kurbanin si kurban, sikur se shtaz, dikush duhet mi sakrifiku me të holla. Kush e ka obligum, sigurisht hoxhallarët kanë folë dhe besimtarët e dinë, por veç do të ceki, ai i cili ka mjaft para të holla në ditën e sotit të ushqehet gjatë 4 ditëve të Bajramit dhe i mbesin aq të holla që me ble kurban e ka me bashkë me ble kurban, duhet mi sakrifiku komplet pasurinë. Domethënë, këtu Allahu xhaleshanu shikon për nesh sa jena na në realitet të gatshëm me sakrifiku materializmin. Materin, sepse Ibrahimi edhe Ismaili kanë qenë të gatshëm me sakrifiku diçka më tepër se sa sakrifikojmë ne sot. Mund ta bëj një pyetje këtu? Ne shohim sot për shembull, apo ditët para festës së Kurban Bayramit, shohim një vlerë të caktuar për një medrese të caktuar, kemi një vlerë 300 euro, për jashtë Malit Zi, diku në vendet që janë më të varfra, kemi një shifër 120 euro. Nëse dalim në pazar për ta blerë, kemi varion nga kilogrami i kurbanit. Tani, a gabojmë në thojza, mund të pyes kështu, a gabojmë nëse zgjedhim më të lirin, apo duhet të shkojmë tek më i shtrejti, apo duhet të mbesemi tek ajo se si ne I kemi kusht? Thehemi te sakrificat. Do me thënë këtu nuk ish më pyetje, nga pyetja jote, nuk ish më pyetje a mundet kështu, a mundet. Çdo të gjëra të cilat I ke cek, munden. Lejohet. Ec ta vujmë pyetjen ja çka a bën. Ta vujmë pyetjen çka ish më mirë, edhe çka ish më bukur, edhe çka ish sakrificë. Edhe aty e gjim përgjigjen. Vërtet. Dhe me thanë, mas ja vujmë pyetjen edhe shpesh herë në Islam, kur flasim për Islam, a bën kështu, a bën kështu. Po, bën edhe kështu edhe kështu. Hajde vunja pyetjen vedit, çka ish më bukur edhe çka ish më sakrificë edhe veproja ashtu. S'ka nevojë asnjë hoxh, asnjë dietar me të na përgjigje. Nëse keni disa mendime për një çështje, ulu vetë me vedi, mendo edhe thuje vedi përgjigjen. Kja ish më bukur edhe më sakrificë, ja, kja ishte bukur për më pak sakrificë. Zoti don për nesh sakrificën. Komplet jeta jonë është sakrificë. Ne kena në genin ton, kodin e genit e kena sakrificë. Por ne nuk e hetojmë atë gjë. Sakrifica është martesa. Sakrifica është shtatzania. Ne romantizojmë është shtatzane, e bukur është romantizim, nuk është sakrifica e madhe. Sakrifica e madhe është lindja e fëmijët. Sakrifica e madhe është rritja, edukimi I fëmijët. Sakrifica e madhe është shkollimi. Sakrifica e madhe është çdo provim. Sakrifica e madhe është të dalim punë për ditë. Edhe ne nuk I hetojmë këto, nuk I shikojmë këto sikur se sakrifica, por I shikojmë pse e kena në kodin ton. Do të thonë, ka hyrë në kod edhe është normale. Jo, për tulena edhe çikom sa sakrificat I bajmë mbrena dite. Edhe ato janë ato sakrificat e përditshme të cilët mundet çdo njeriu mi mbajt, kthehet atje laju ke lefu Zoti nuk ju ngarkon. Edhe pas tyne vijnë ato disa njerëz të cilët kanë sakrifica më të mëdha, kanë mbrenga më të mëdha, kanë sprova më të mëdha, por që edhe kanë nivelin dhe drejtën sikurse pejgamberi, domethënë. Ne nëse fillojmë me fol për gjithë pejgamberët, si se Kurani nuk ka asnjë pejgamber që s'ka pas mundime sakrifica dhe sprova të larta. Prej Ademit deri te Muhamedi alayhis salam. Po si ndryshon kuptimi
i sakrificës në islam nga traditat e feve tjera? Interesante që nuk e ka veç islami këtë mënyrën e sakrificës, judaizmi, po ashtu e ka sakrificën. Edhe ajo që kështë interesant, sakrifica në judaizëm lidhet njësej për Ibrahimin për birin e ti Ishakun. Birin e ti të dytë të cilin e ka me Sarën, jo për Ismailin cili është me Haxherën. Kurse në islam ajo lidhet për Ismailin. E dyta gjatë që është interesant, dikejt në vitet 70-ta, dhe me thënë, kur Romakët e kanë shkatërru tempullin në Jerusalem, prej atëherë ato, si pas besimit të jehudive, nuk janë me borç që të bëjnë sakrificë në mënyrë shtaz e merall, sepse nuk ekziston tempulli. Tempulli ka ekzistu në Jerusalem, në malin e tempullit, e ka rënu romak në vitin e 70, edhe tesh në atë vend gjendet edhe xhamia El Aqsa. Pra, jehudit besojnë që e kanë me barë sakrifikimin përsëri në atë moment kur të rindërtojnë tempullin në themelet ku ishte edhe përpara. Në krishterizëm, po ashtu ekziston sakrifica parish më tepër në një mënyrë morale, sikurse gjatë festave apo kërkim posaçëm faljes prej Zotit. Dhe në fakt kurbani në krishterizëm nuk ekziston në këtë mënyrë sikurse ekziston në islam, edhe sikurse ekziston në judaizëm. Ajo që është interesant edhe në judaizëm të hebrejët, të çifutët, të jehudit, kurbani njësej thohet ja kurban për korban, edhe njësej rrjedh nga ranja nga gjuha hebrejë, nga ranja kavera, që do të thotë ti afrohesh të jesh pranë dikujt, dhe me thënë të njëjtën se gjuhë semite janë edhe gjuha arabe dhe gjuha hebrejë. Ashtu që krishterizmi nuk e ka në këtë mënyrë kurbanin sikurse judaizmi edhe islami, por që ajo që është interesante te krishterët, sakrifikimi më i madh i cili është bërë për qenie njerëzore është vdekja e Jezusit, cili në teologjinë krishtere edhe thirret qingj i Perëndis. Çfarë shembuj të sakrificës mund të përmendim nga jeta e përditshme e njeriut që ta lidhim le të themi me gjithë temën asaj që folim sot? Unë e ceka pak më parë to sakrificat e përditshme të cilët na duken normale. Normale është mu martu, normale është me qenë shtatzan, normale është me ba fëmijë, normale është mu shkollue e me radhë. To janë disa ato, hajde t'i them, sakrificat materiale. Por është interesant puna ty në gjeneratave të reja. Xhelaluddin Rumi, pastaj Dino Merlini ka marrë vargjet e tija, thot bukur, me vdek para vdekjes. Umri prije smrti, shka nga e Dino Merlinit. Edhe aje ka marrë, dhe me thënë prej Xhelaluddin Rumit e ka marrë dhe vargjet janë me vdek para vdekjes. Ky është qëllimi, sakrifica është me vdek para vdekjes. Sepse veç me këtë vdekjen para vdekjes, ne i afrohemi Zotit. Çka do të thonë kjo? Me vdek në zemrën tonë, edhe në shpirtin tonë, zilia, kopracia, inati, egoja. Sepse egoja sa më i madh, njeriu më i vogël. Me thënë nuk munden, egoja edhe njeriu nuk munden me shku, ose ish njeriu, ose ish egoja. Aty ku ka ego, aty nuk ka njeri edhe njerëzi. Edhe këto janë ato fjalë të Xhelaluddin Rumit, ndoshta kishte qenë bukur edhe me përfundu me të, me vdek para vdekjes. Kjo do të thotë sakrificë, që na vetë vedin nga një herë me ndalu, edhe ne e di mirë vetë. Çdo njëri prej nesh e di. Dhe me i largu ato gjanat, ato cilësi të cilat Zoti nuk i don dhe nuk ishte i kënaqur me to. E ai është forcor. Bestan edhe thotë Xhelaluddin Rumi, me vdek para vdekjes, kur e myt egun e vet, jetu e myt vetveten. Kur e myt inatin në vetvete, jetu e myt vetveten. Ish fartëzor. Unë për këtë edhe kjo të jetë edhe një mesazh i Bajramit, të vdesim para vdekjes, sakrifikojmë, edhe ato që ja kena mundsu dikuj një rahati, apo një kënaqësi, apo i kena bën ndonjë nerv,
të dim që aja sakrificë është veç e veç asgjë tjetër përpo se në afron të Zoti. Pa kalkulime, pa mendime, pa saldo në... Sa afrona me Zotin duke i përmendur gjitha këto sakrifica, si përditshmën, por edhe jashtë asaj, jashtë vetës tonë, sa afrohemi ne me Zotin, si perceptohet kjo? Afrimi me Zotin do me thënë dashuria e Zotit. Që Zoti me dasht robin e vetë. Ku e dim ne? E din, çdo njëri prej nesh, e din momentin kur Zoti ja pranon duan, edhe kur Zoti e don, edhe kur Zoti është në anën e tij. Edhe pejgambert e kanë ditë, edhe çdo besimtar, për jena duke folë për ato të cilët me të vërtet besojnë. Dhe të cilët me të vërtet flasin me Zotin, duke lexu Kur'an, duke fal namazin, duke ba dua. Të cilët me të vërtet flasin me Zotin dhe janë lidhur me Zotin, e nin, njeriu e nin në zemrën e vet. Ne i thojmë instinkt, por nuk kish instinkt, por është ajo që Zoti të jep, ta çon në ato momente. Dhe me thënë, afërsia edhe dashuria e Zotit është ajo e cila besimtari duhet në jetën e përditshme me qenë caku i jetës sonë, dhe me thënë sakrifica për Zotin edhe dashuria e tij. Rabia al-Adawiyja ishte femën, filozofe islame, dhe ja ka thënë, nëse ta adhuroj se kam frikë xhehenemin, Zot më ndeno me xhehenem. Nëse ta adhuroj se du me shku në xhenet, më ndalo xhenetin. Por Zot nëse ta adhuroj sepse të du, atëherë mos më ndalo mundësinë me pa fytyrën tënde. E bukur, unë dua një pyetje, meqense se gjitha na i shpalosa ato ndoshta mendimet apo dyshimet që kemi, një pyetje. Në qoftë se një dua që bëjmë nuk pranohet, nuk na don Zoti apo është sprov? A dini se ne nga një herë shpesh herë në fakt njeriu ka qef me qenë Zot. Edhe ne shpesh herë dona mu ba Zot, edhe shpesh herë njerëzit hyjnë në to kurtha, edhe spjegojnë, ja, këtë ka denu Zoti, ja, këtë ka vunë sprov, ja, këtë kështu, ja, a kuptoni. Allahu Xheleshanu ka premtu që ka me u përgjigj duas, por nuk ka thanë kur. Për para e kam cekë dhe më thanë, ne kur bajmë dua, ne dojmë me njëherë nëse kërkojmë prej Allahu Xheleshanu 100 euro, dojmë t'i shofi me njëherë nërmjet gishta. Jo, ajo nuk funksionan ashtu. Se nështë ajo dua që bajmë ne, që kërkojmë prej Zotit, në atë moment për ne, nuk ishtë ma e mirë. Se ishte edhe ajeti Kur'anu, asa tuhibbu shay'an wa huwa kurhun lakum, asa takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Njëherë janë disa gjëra të cilat ju i doni për ato nuk janë të mira për ju. Dhe janë gjëra të cilat nuk i doni për janë të mira për ju. Ashtu që Allahu Xheleshanu e ka premtuar që ka me u përgjigj çdo duas. Dikuj ka mu përgjigj më një herë, dikuj ka mu përgjigj pas një kohe. Për diken si pas besimit islam e ka lanë përgjigjen e duas atëherë kur ka me qenë ma e nevojshme. Ditë e kiametit. Atëherë do të fitojmë edhe me kamat, si thojmë na, shumë fishumën atë dua. Prandaj kjo është një mrekulli edhe një urtësi hyjnore, gaztan thaç edhe në fillim, na nga një herë veç gjykojmë, jena mësu me gjuku, qëllimi jon i shveç me gjuku edhe me një herë mi marr gjanat pa i kuptu, pa i përpilu mirë. Ashtu që ekziston diçka edhe kjo edhe sakrifica për të cilin flasim sot është në gjuhën moderne, edhe çka ka aty të bukur në sakrifikim, në mytjen e kafshës, shikimin si kafshë shlën shpirtin, akti vrasht, pa emocione. Domethënë për gjeneratat e reja ndoshta duket e hatashme, por në këtë jetën tonë trodimensionale ku jetojmë na, po është e tmerrshme, edhe duhet të jetë e tmerrshme. Por jashtë kësaj trodimensionales, në atë urtësi hyjnore, kjo ka një domethënie të madhe. Atë inshallah e dim në ditën e Kiametit. Faleminderit. Amin. Uroj që ta kemi dashurinë ndaj Zotit në zemër, por edhe të jemi të përzgjedhur, që të jemi të dashur nga krijuesi. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi biseda së bashku Safete dhe komoditeti më lejo që të them kështu në emër, është kënaqësi që kur bisedat tona bëhen të përditshme, le të themi këto për gjithë shikuesit. Faleminderit edhe një herë edhe nga unë. Ju falenderojmë atje edhe për te ekrani që ndoqet
një intervistë ndoshta më ndryshe, sepse jemi mësuar të kemi intervistat më thjesht, mund ta quaj. Me neve ishte me kapshme. Me neve ishte teolog Safet Resulbegu me temen fillimi në Islam apo sakrifica në Islam. Qëndroni me neve edhe me intervistat e tjera që kemi gjatë ditës së sot.